Cili është gjykimi për një person që faktikisht I ke hyrë në hak dhe ja kërkon hallallikun dhe ai nuk ta bën halal. Tani të hysh në hak një njeriu, do të thosh të hysh në hak me kuptimin material dhe të hysh në hak në kuptimin shpirtëror, pra në kuptimin e prekjes në ndjenjat personit. Të hyrit në hak në kuptimin material do të thotë nuk mund kërkosh hallallikun për askujt nëse nuk ja kthen hakun e tij. Pra për shembull, dikujt I ke hyrë në hak se nuk I kthy borxhin. Që do të thotë s'ka kuptim në këtë rast që ti të kërkosh halal pa ja kthy borxhin. I ke hyrë në hak një njeriu për shembull, Zot na ruaj, ke vjedh. S'ka kuptim të kërkosh hallallikun pa ja kthy mallin që I ke vjedh për shembull, gjithmonë. Pra e para nëse është diçka që është material, pra është lënd, është diçka që duhet kthyer. Pastaj mbetet edhe kërkimi halal kur ti ke hyrë në hak dikujt me kuptimin që mund të kesh fol për të, mund të kesh gënjur për të, mund të kesh përmend emrin, mund të kesh përgojuar kështu me radhë. Në këtë rast dhe në rastin e parë, përveç se ja kthen hakun tjetrit, prap duhet më kërkuar hallallikun. Edhe në këtë rastin e dytë, thjesht të mbetet për t'i kërkuar hallallikun, pra t'i kërkosh ndjes për atë që ke bërë në lidhje dhe në raport me të. Po mirë, nëse ne e kërkojmë hallallikun dhe personi nuk ta bën halal. Them që të ndiqen të gjitha mënyrat dhe të gjitha rrugët që t'ja marrim hallallikun këtij personi. Qoftë edhe duke I thënë çfarë? Ta paguaj. Sa do që ma bësh halal? Në njëri thotë, po jo, deri këtu muhabeti. Po deri këtu shkon muhabeti për atë njeri që beson se ka ditë gjykimi, për atë njeri I cili beson se do t'i marrin sevapet njerëzit, ose do të marrë gjunafet e tyre. Deri këtu shkon. Po, do hallallikun, do të jesh I qetë shpirtërisht. Thuaj atij zotnis, çfarë do bëj meje, vëlla që ta bëj halal. Qofse e kërkon prej teje që ti t'ja kompensosh situatën që I ke krijuar në shpirt dhe në zemër, brengën, stresin, vuajtjen shpirtërore që e ka kaluar për shkak kësaj hyrje në hak, që ti ta dëmsh përblesh, duhet ta dëmsh përblesh. Unë mendoj se problemi do të ishte problem atëherë kur personi s'pranon dëmsh përblim. Atëherë si bëhet? Ka kërkim halal të përgjithshëm. Pra ti thon mba halal nëse të kam hyrë në hak. Ose një kërkim halallik të përgjithshëm. Nëse prap nuk jep shenja tolerance, atëherë një pendim mes teje dhe Allahut, të sinqert, dhe e dyta, duhet lutesh për këtë person në fshehtësi. Pra të lutesh për të, o Zot falë, o Zot mëshiroj, o Zot falë, o Zot mëshiroj, o Zot falë, o Zot mëshiroj. Pra në raportet e tua me Zotin të pendohesh vazhdimisht, të kërkosh faljen Zotit për këtë që ke bërë, dhe në raportet e tua me këtë njeri duhet lutesh dhe të falesh për këtë njeri. Derisa ti të mendosh se më ja ke shlyer gabimin kashiteje. Thonë disa prej dietarëve, dhe është mirë që në tilla situata njeriu të shfrytëzojë momentet kur ai mendon se është më mirë dhe mendon se lutja e tij është shumë afër pranimit. Në këto raste përmenden emrat e këtyre njerëzve. Për shembull, je në Arafat. Në Arafat presupozohet që lutjet dhe duat të jenë pranuara. Atë I lutesh Allahut për këta njerëz që ti ju ke hyrë në hak. Në qabe, në sejdë, me sezanit dhe ikametit, kur je në udhtim. Pra të gjitha ato momente që menohet se lutja mund të jetë e pranuar dhe mund të jetë shumë afër pranimit,
atëherë ti shfrytëzon për të lutur për këta njerëz. Po pse kaq keq qenë ka puna? Po vallai, shumë keq puna. Me i hyn hak njerëzve, me i prek njerëzit në shpirt, nuk ka më keq. Prandaj lum për atë njeri që e run veten e tij. Lum për atë njeri që e run veten e tij. Zoti mund të falë problemin që ke mes teje dhe Zotit. Po Zoti nuk të falë problemin që ke mes teje dhe njerëzve. Dhe një musliman i mirë që e beson këtë fjalë, dhe që beson këto fjalë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mundohet me qenë i kujdesshëm. Sepse njeriu mendon se këto muhabetet që nuk janë muhabete që, si me thonë, dëmtojnë tjetrin fizikisht apo materialisht, për këto s'ka problem. Po faktikisht nuk është ashtu. Nuk është kusht që ta dëmtosh tjetrin fizikisht apo materialisht, mund ta dëmtosh tjetrin shpirtërisht, moralisht. Dhe ky është dëmtim. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-muslimu men salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtet është ai që njerëzit janë të qetë dhe të sigurt prej dorës dhe gjuhës së tij. Dy kushte: të qetë prej dorës, pra materialisht, fizikisht, dhe gjuhës së tij, moralisht, shpirtërisht. Prandaj me qenë të kujdesshëm. Nëse duam të ruajmë namazin ton, që mos na e marrin tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë agjërimin ton, mos na e marrin tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë zakatin ton, mos na e marrin tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë haxhin ton, mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë leximin e Kuranit ton, mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë namazin e natës, mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë dhikrin, mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, nëse duam të ruajmë veprat e mira dhe bamirësinë, mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, respektin ndaj prindërve që mos na e marrin të tjerë ditën e gjykimit, duhet të qenë njeriu, thot një proverb arab thot, men sekete neja, kush hesht ka shpëtuar. Thot tjetri, nëse e folura është e gjitha argjend, heshtja është e gjitha flori. Prandaj me qenë njeriu i kujdesshëm,